Miq të nderuar, zonja dhe zotrinj, mirë mëngjes dhe mirë se vini në emisionin e sotëm të Radios Sibilat e Veriut, një emision I veçantë që ja kemi kushtuar festës së 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Sot në këtë emision festiv jemi së bashku me ju për të ndarë urime, mendime, poezi, duke nderuar këtë ditë të bukur që I kushtohet grave, nënave, motrave, bijave, dhe gjitha grave që me dashurinë, përkushtimin dhe mençurinë e tyre e bëjnë jetën më të bukur. Emisionin sot do të prezantojmë unë Gëzim Ajgere së bashku me zonjën Brenda Sejdia. Zonja Brenda, mirë se erdhët në këtë emision të veçantë. Me këtë rast, ju përcjellim urimet më të mira për ju dhe në këtë ditë feste të 8 marsit. Një përshëndetje për zemërt, u dërgojmë të gjithë dëgjuesve tanë që sot ndjekin përmes valve të Radios Sibilat e Veriut dhe përmes podcastit tonë. Dhe në këtë ditë të shënuar le të përcjellim edhe një urim përbashkët nga Radios Sibilat e Veriut. Urime për 8 marsin nga Radios Sibilat e Veriut, të dashur dëgjues, nëna, motra, bija dhe gra të mrekullueshme. Zonja Brenda, mirë mëngjes dhe mirë se vini në këtë emision, si dhe urime për festën e 8 marsit. Fjala për ju. Mirë mëngjes, zoti Gzim. Mirë mëngjes për ju, miq, dashamirës të Radios Sibilave të Veriut, për të gjitha ju, motra, nëna, gra, gëzuar 8 marsin, këtë ditë të veçantë. Urojmë që të kalojmë së bashku disa momente të këndshme, por mbi të gjitha të kaloni sa më bukur sot. Të dashura dëgjuese, nëna, motra, bija e gra të mrekullueshme, në këtë 8 mars, ditën ndërkombëtare të gruas, Radio Sibilat e Veriut ju përcjell urimet më të përzemërta dhe mirënjohjen më të thellë për dashurinë, forcën dhe përkushtimin që sillni çdo ditë në familje, por dhe në shoqëri. Ju jeni frymëzim, drita dhe zemra që mban gjallë shpresën, kulturën dhe jetën. Me mençurinë dhe kujdesin tuaj, ju ndërtoni të ardhmen dhe mbillni vlera që zgjasin ndërkohë. Le të jetë kjo ditë një kujtesë e bukur për respektin, vlerësimin dhe dashurinë që meritoni në çdo ditë të vitit. Edhe një herë, gëzuar 8 marsin. Faleminderit, zonja Brenda, edhe ne pra në emër të Radios Sibilat e Veriut do përcjellim urimin e plot pra për këtë emision. Të dashura dëgjuese, nëna, motra, bija dhe gra të mrekullueshme. Në këtë 8 mars, ditën ndërkombëtare të gruas, Radios Sibilat e Veriut ju përcjell urimet më të përzemërta dhe mirënjohjen më të thellë për dashurinë, forcën dhe përkushtimin që sillni çdo ditë në familje dhe në shoqëri. Ju jeni frymëzimi, drita dhe zemra që mbani gjallë shpresën, kulturën dhe jetën. Me mençurinë dhe kujdesin tuaj ju ndërtoni të ardhmen dhe mbillni vlera që zgjasin në kohë. Le të jetë kjo ditë një kujtesë e bukur për respektin, vlerësimin dhe dashurinë që meriton çdo ditë të vitit. Gëzuar 8 marsin, me shumë respekt dhe përzemërsi nga Radios Sibilat e Veriut. Historiku I ditës së 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. 8 marsi I njohur si International Women's Day, është një ditë ndërkombëtare që I kushtohet grave dhe luftës së tyre për barazi, të drejta dhe dinjitet në shoqëri. Kjo ditë nuk lindi si fest, por si një lëvizje sociale dhe politike për të drejtat e grave. Fillimi I historisë fillon në shekullin 19. Historia e kësaj dite lidhet me protestat e grave punëtore në fillim të viteve 1900. Në vitin 1908, rreth 15.000 gra punëtore marshuan në rrugët e New York City dhe duke kërkuar orare më të shkurtër pune, paga më të drejta, kushte më të mira pune, të drejtën e votës për gratë. Këto protesta u bën një moment I rëndësishëm në historinë e të drejtave të grave. Propozimi për një ditë ndërkombëtare në vitin 1910, gjatë një konference ndërkombëtare të grave socialiste në Kopenhagen, aktivistja gjermane Clara Zetkin
propozoi që të krijohej një ditë ndërkombëtare e grave. Ideja e saj ishte që çdo vit të organizohej një ditë për mbrojtjen e të drejtave të grave, luftën për barazi dhe ndërgjegjësimin shoqëror. Propozimi u pranua unanimisht nga gratë delegate nga shumë vende. Festimi i parë. Dita e parë e grave u festua në vitin 1911 në disa vende europiane si në Austri, Gjermani, Danimark, Zvicër e tjerë. Mbi 1 milion njerëz morën pjesë në tubime dhe aktivitete që kërkonin të drejta për gratë. Pse u vendos data 8 mars? Data 8 marsi lidhet me protestat e grave punëtore në Sankt Petersburg në vitin 1917 gjatë Russian Revolution. Gratë dolën në rrugë duke kërkuar bukë dhe paqe, duke protestuar kundër luftës dhe varfërisë. Kjo protest u bë një moment vendimtar dhe më vonë 8 marsi u zgjodh si dita zyrtare e kësaj dite. Njohja ndërkombëtare në vitin 1975, United Nations e njohu zyrtarisht ditën ndërkombëtare të gruas duke bërë një ditë globale për të reflektuar mbi të drejtat e grave, barazinë gjinore, rolin e grave në zhvillimin e shoqërisë. Çfarë përfaqëson sot kjo ditë? Sot 8 marsi festohet në shumë vende të botës dhe ka dy kuptime kryesore. Ditë nderimi për gratë, për nënat, motrat, bashkëshortet dhe vajzat, dhe ditë ndërgjegjësimi për të vazhduar luftën për barazi, respekt dhe mundësi të barabarta. Në shumë vende organizohen aktivitete kulturore, diskutime për të drejtat e grave dhe evente sociale dhe simbolike. Në thelb, 8 marsi është një ditë kujtese dhe respekti për kontributin e grave në familje, shoqëri, kulturë dhe histori. Siç e shohim dhe gratë në fakt kanë fituar të drejtat e tyre gjatë këtyre dekadave, pasi ato i kemi parë në vendimarrje në politikë, në kryet e bizneseve, pra gjen gjithë përfshirje. Dhe kjo fal vendosmërisë së tyre për të qenë të zonjat, për të protestuar, për të kërkuar të drejtën, sepse jo vetëm për veten, por dhe për formimin e shoqërisë. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Prenda. Neve miq të nderuar, kaq kishim për sa i përket urimeve dhe ditës 8 marsit, pra një historik të shkurtër që lexoi zonja Prenda Sejdia, ndërsa tani do të kalojmë në pjesën e emisionit kulturor tonën, siç kemi planifikuar, pra të kemi një orë letrare për nder të kësaj dite, ku do të lexohen poezi që na kanë ardhur. Po? Me qenë se vetëm një ditë në ndan nga festa e madhe e mësuesve shqiptar, që është 7 marsi, sigurisht. Nuk po futemi thellë në temë, pa juruar të gjithë mësuesit shqiptar kudo që janë gëzuar festën e bukur të 7 marsit, që në fakt nuk është vetëm festa e mësuesit. Ajo është festa e mësuesit, e nxënësit, të riut, të plakut, është festa e të gjithëve. Po zoti Gzim? Urojmë edhe ne dhe në emër të stafit të Radios Sibila të Veriut, urojmë më ditën e mësuesit, ditë pra që ishte një ditë përpara kësaj, pra pikërisht dje. Neve do të vazhdojmë me emisionin dhe me orën letrare, duke vazhduar leximin e poezive të cilat na kanë arritur në adresën e Radios Sibila të Veriut, prej nga atje do të lexojmë. Në me lejohet, dua të lexoj vetëm përshëndetjen time që unë e kam bërë për të dyja ditët, është e shkurtër dhe nuk do të marr kohë. Gjithsesi, hapësirë kemi. Gëzuar dita e shënuar e dijes, urime 7 marsi. Gëzuar dhe ju nëna që botën gjallëroni. Për ju që sot shërbeni në këtë tempull të madhërisëm dhe mbi tokë sillni gjithë dritën e qiejve, paqen e gëzimin, vizionin e së ardhmes, ju drita përquese plot inspirim. Këto dy festa të bukura dhe krenare trokitën sërish. Unë si ish mësimdhënëse, fatmirësisht ende provoj atë ndjesi profesioni, ndjej obligim moral të përshëndes dhe falenderoj çdo mësimdhënës që ka kontribuar dje apo sot në sofrën e madhe të tempullit të dijes, për formimin e brezave dhe përgatitjen e liderëve të së ardhmes për një adhem të bukur dhe të begatë. Të nderuar profesor, mësues, nxënës e student. Gëzuar 7 marsin si ditëlindjen e 139 të hapjes së shkollës parashqipe,
Paçi gjithë një suksese në këtë rrugë të bukur e të gjatë të dijes dhe formimit. Gjithashtu të dashura nëna dhe motra, urimet 8 marsin, festa jonë internacionale, ndërim për statusin gjinor që Perëndia na ka dhuruar, për statusin social që kemi zgjedhur. Respekt për rolin unik dhe pazrënësueshëm që luani dhe mirësinë, dashurinë, brishtësinë, bukurinë dhe humanizmin që botës i dhurohet. Ta përjetojmë madhështinë e kësaj feste të tërë njerëzimit, e vetë një festë, gjithmonë e gjithëve. Gëzuar 7 mars. Gëzuar pra. Le të vazhdojmë pra me leximin e poezive që na kanë arritur në adresën e Radios Sibila të Veriut. Po, dhe i falenderojmë vërtet secilin që ka dërguar poezinë e tyre, po e fillojmë me një poete e cila është e para që ka sjell poezinë, vjen nga një shtet larg Shqipërisë dhe është Shpresa Zornaci. Nën e dashur. I ka larg e mërguar, jeta ime nuk gjen qetësi. Malli im ka përvëluar, veç kujtimet më mbajnë në gji. Dua të vi si një pulbark, të puthet ledhatoj, ti puth këmbët syeduar, dhimbjen shpirt ti qetësoj. Nën çdo lot që ti derdhe, çdo dhimbjen shpirt që të mban, dhe mua zemër më therr e ndjej dhimbjen tënde pran. Flasim shpesh, çaj më halle, derë të derdhim dyja bashk, e ndjej zërin ton të mekur, mallin ton që shpirtin ban. Shpesh i lutem Perëndis, dhe shumë vite të jetosh, për çdo breng dhe mall që ke, nga shpirti le të largoj. Shpresa Gashi Zornaci dhe faleminderit Shpresa. Përshëndesim edhe ne Shpresën dhe gëzuar festën. Nën fole shpirtit dhe Miranda Troci Derti. Nën fole shpirtit, më thuaj ku të shpraz këtë mërzi. Halle plot derte zinxhir, ngushëllim gjej vetëm tek ty. Më thu, a pa fatu linda, apo jeta më nojrënd, që kaq dallg e kaq sfida me lshoj mbi këtë zemër. Në moj të përgjërohem, ma dëgjo dufmën e shpirtit, me beso ç'kam në zemër, që veç lot më shkuan vitet. Nga xheneti më vëzhgo shpirtin e përvuajtur, vetëm ty ma dëgjon lutjen zemra e një nëne, të përulem pranë varrit në gjunjë duke lutur, me lehtësonon plagët e rënda brenda kësaj zemre. Nëna hujnesha ime, ty o zemër madhe, sta e sa portes mbaj mbi supe, sa njerëzia s'ma lexon shpirtin që mbjell mirësi, vuajtjen që më vlon për brenda për shkrumbehi. As në përjetësi s'do më tres, as hiri as djarri, të mirat që i fala kësa jete lagështi më pali, në fole shpirtit në shorat, në këtë mak të kësaj ëndre tretur në përnat. Miranda Troci Derti. Po, zoti Gzim? Do të na sjellësh diçka tjetër? Jo, neve nuk kemi planifikuar të lexojmë poezi, sepse jemi pak dembel në këtë punë. Për t'i shkruar më le t'i shkruajmë, ndërsa për t'i lexuar pak sigur. Po mirë, po sjellim atëre poezinë, pra tash. Poezinë tënde. Po, gjithsesi. Qaste patynën. Në hartat e ikjeve tona, koha ka vizatuar plakt heshtura si lumenje që humbën detin e tyre dhe tani rrjedhin brenda kujtesës. Sepse çdo largim nën është një pyetje që i bëhet universit, ku përfundon rruga e njeriut, ku fillimi i saj është në zemrën e një nëne. Ti je fillimi i kohës sime, ora e parë e jetës që rrau në gjoksin tim, dhe që atëherë çdo sekond e ekzistencës sime është vetëm një jehon e asaj rrahje. Lotët e tu janë yje të vegjël të kripur,
që bien nga qielli i dashurisë dhe në çdo rënje hapet një galaktik dhimbjeje në shpirtin tim. Sepse dashuria e nënës nuk është vetëm ndjenjë, është ligji padukshëm i gravitetit që mban shpirtin të mos largohet nga drita. Në pentagramin e kohës, jeta ime është një melodi e thyer, por ti je notë që bashkon heshtjen me kuptimin. Dhe kur mendoj për ty e kuptoj se dashuria jote nuk është vetëm ujë i një burimi, por është vetë burimi i ujrave që mësojnë botën të rjedhë. Ah, nën, sa herë kam parë qytete të uja që ngrihen si male betoni para syve të mi, por asnjë mur nuk ishte aq i lartë sa malli për zërin tënd. Sepse malli është filozofia më e thellë e njeriut, është mënyra se si shpirti kujton nga ka ardhur. Dhe ne, bijtë e rrugëve të largta, jemi vetëm kometa të humbura që rrotullohen rreth një dielli të vetëm zemrës sate. Kur nata bie mbi mendimet e mia si një oqean pa brigje, unë kërkoj në errësirë dritën e duarve të tua. Ato duar që dikur mbjellnin paqe në ballin tim, si bujq të butë të një toke të shenjtë. Sepse ti nën nuk ishe vetëm një njeri, ishe një univers i vogël ku çdo dhimbje e imja kishte një strehë. Në mëngjeset e fëmirisë, bota fillonte nga buzëqeshja jote, si një diell që lindte në kuzhinën e shtëpisë dhe ndriçonte gjithë planetin e vogël. Tani mëngjeset lindin më larg, si yje të ftohta në qiellin e mërgimit, dhe shiu i vjeshtës bie mbi ballin tim si një filozofi e eshtur e kohës. Se çdo pikë uji është një kujtim që bie nga qielli. Në secilin prej tyre unë dëgjoj emrin tënd, sepse emri yt nuk është vetëm një fjalë, është një tempull drite ku shpirti im shkon të lutet kur lodhet nga bota. Dhe ndonjëherë mendoj, ndoshta nënat nuk jetojnë vetëm në tokë. Ndoshta ato janë forma më e dukshme e dashurisë së universit, një mënyrë që Zoti e shpiku për t'i dhënë njeriut një copë qiell në jetë. Prandaj edhe sot në këtë mëngjes të gjatë vjeshte, kur shiu bie mbi supet e mia si një mantel i ftohtë kohe, unë e di se diku përtej këtyre rrugëve frymarrja jote e qetë ende mban të ndezur një dritë. Një dritë që nuk shuhet as nga largësia, as nga vitet, as nga eshtja e botës, sepse dashuria një nëne është paradoks më i bukur i ekzistencës. Ajo është e brisht si një lot, por më e përjetshme se yjet. Dhe kështu nën, edhe kur rrugët e mia humben në horizont, unë e di se gjithmonë do të kthehem tek ai univers i thjesht që fillon dhe mbaron me emrin tënd. Faleminderit zoti Tim. Faleminderit për vargjet shumë të bukura. Do vim me një poezi nga Elvira Zeneli, Drita e shtëpisë. Në krahën rorin të ndënon rri pa frikë. Frymëmarrja jote mëson të jetoj. Çdo buzëqeshje është qiell që ndriçon ditën, çdo prekje që jep ngrohtësi në këtë botë të ftohtë. Ti je hapi parë në mëngjesin e ditës. Qetësia që mbush shtëpinë me këmbë, kur stuhit më të forta më mbulojnë, ti je dritarja që më tregon rrugën e kthimit. Fjalët e tua janë perlë në rrjedhën e kohës. Secila mësim për jetën dhe dashurinë, mësojnë të qëndroj, të ndjej dhe të besoj, të jem gjithçka që nuk mund ta thyej era. Në heshtje ndjej sakrificën tënde. Çdo ditë që lufton pa zë e pa lavdi, ti ruan familjen si një thesar të shenjtë, ti rënja që mban drurin e gjallë në këmbë. O nën, ti je dritë që s'piket kurrë, plak që ndez shpresë në çdo zemër,
Kur të shoh ty, kuptoj kuptimin e jetës dhe të dua më shumë se fjalët mund ta thonë. Elizen Elvira. Faleminderit Elizen, gëzuar ditëlindjen, gëzuar më falni, 8 marsin dhe faleminderit për poezinë e bukur. Ndjes për Emine Konoshevci Durmishi. Dora që përfund botën. Më tha një flok gjata, e jo emrin që kisha. Më ndesh kurtra më than, gjoja pak dia. Soprën shtruar donin me bukën e gatuar, unë isha ardhur aty për ata i si huaj. Kisha gojën e vogël, kutije s'ty shqipojnë. Trupin shtat hedhur e urdhë dhe burrërore, gojën e kisha për fjalë s'dilin nga goja, gjoja vetëm ashtu, familjen se turpëroja. Ishte kohë para dekadash, jo bëjden. Këtë i thuan femrat e jotja imja nën. Ato që me një dorë kanë përkundur djepin dhe me tjetër dorë pogaçen prej qerepi. Ninullat na shoqëronin kur përkundej djepi, dashurie madhe as sa ka edhe ujë deti, ninulla trimërie për trima e zana mali, aty mësoje si të duhet, kombi dhe vatani. Ndryshuam kohën për emrin femër e grua. Dora që përfundi djepin, botën ka në duar. Jemi të zonjat e zërit, stuhis dhe kohës, histori të thellë kemi në themelet e botës. Sot, flok gjata nuk jam emri haruar. Jam koha që ecën me histori të shkruar, në çdo fije floku mbaj breza e kujtime dhe ec përpara me historinë time. Emine Konoshevci Durmishi. Një poezi me shumë histori, shumë domethënëse dhe shumë e bukur. Shumë faleminderit. Ildie Xhemali për ty, për më të thjeshtat. Të gjithë marsin ta uroj ty, që me fshese leck po sfidon jetën, që të takoj. Ke një djalë, një çuf, një burr. I pa zoti, i smur, i pa punë. Ti ditës der djers, natën pa gjumë. Meraku të ha, të bren shtigje, kërkon dhe gjen, pon dhe ndjers, pelerin, fëmijë, ta ken. Moj nën heroin, e pa fjalë. Mos u step, në krah i qëndroj intelektuales, deputetes, je barabart me ato. Ildie Xhemali. Shumë faleminderit Ildie, gëzuar 8 marsin. Festofshi shumë 8 marsat e tjerë akoma më të kompletuar, e më bukur se sot. Alma Gjela i Shkoza dhe për më të shtrenjtën nënën time. Më fal nën, hap maderën, jam unë, bia jote, që lotët jo kur nuk u thanë. I ndjeja lotët e tua në lutje. Dashuria dhe lutjet e tua më kthyen nga jo rrugë, shumë e gjatë dhe paktim, ishit e nën që loti yt pikonte mbi ballin tim. Të lutem nën, më fal, jam unë, bia jote, që buza më tha e lotis mushter, në atë shtrat që s'kuptoj asgjë. Të lutem nën, më shtrëngos si dikur. Aty ku aroma jote fillonte, në buzëqeshën time dhe kur s'mbaronte, aroma jote me mbajti gjallë, atëherë dhe sot. Nën, nuk dua më lot në sytë e tu. Dua t'jesh e fortë si dikur, me ato duart e tua të lëmura, dua të mbledh ato shkopën si dikur. Dhe përse unë jam rritur, por për ty mbeta bia jote i vogël, ajo që dikur isha shumë çaftëne e tash më bëri një zonjë, ashtu siç dëshiroj ti. Të dua nën, e as një piklot nuk dua në sytë e tu. Të dua si dikur kur isha fëmijë, dhe përse tash jam rritur e jam tjetër gjini. E dashura ime nën, për shkak teje
Unë jam ajo që jam sot. Fortina na ime je gjithë shka për mua, falemderit që ti ekziston. Alma Gjela i Shkoza. Falemderit Alma që jeme ne, falemderit vërtet për kushtimin që i ke bërë nënës tënde. Magjon Osmana, i poezi për Radio Sibilat, e lumja ti. Nënës në ndërim të 8 marsit, e lumja ti, fuqin e kësaj bote, brënda shpirtit të ke, nën shkëlqimit çdo epoke. E lumja ti shenjë të ri në çdo kohë që farduron, me frutat e ëmbël fëmi, kush më mirë jetën pasuron. E lumja ti nën me atë emër, kur vjen dhe kur ik në pavdekësi, çdo këngë dhimbje ruan në zemër, krojyt nuk shteron kur dashuri, e lumja ti veshur me dri. Si shëron bekon me kon, fjala jote si rrezën andrit, nuk je kur perëndim, jeton. Magjon Osmanaj. Shumë faleminderit për poezin njët të bukur. Vërtet shumë faleminderit. Besarda Shkoza, gjaku yt mbi flamur. Erdha nga Shkodra me mallin në gjik, në qytet të Pejës, të nderoja një bi. Kalën gjurmë në histori, si intelektuale, por dhe trimëri. Nga interneti për ty u informova, magjishëm krenarin në zemër mbolla, ti bia lavdishme e dukagjinit, je legend mes legendash kaluar floririt. Një dit, lulet e bustit të qova, si një motor në bust të përqafova, Marislaku pusho fort e qetë, nuk të harron Shqipëria për jetë. Tek bustit e erdha sola lule për ty, ku ke varrin pikërisht nuk e di se në Prizren të kanë arrestuar e me pushkatim të kishin dënuar, rahas me vëllezër jetë këndëruar. Qofsh mallkuar ti servizi, se nuk vriten ngrahet një ti dhe jetën për liri. Emri yt s'harrohet kur, gjaku yt valon mbi flamur, do valvitet sa të kemi jetë, Marje Shlaku pushoj qetë. Faleminderit Besarta për poezin. Zoti Gzim, ndonjë poezi tjetër nga ju? Neve nuk, unë si që thash më herët, nuk kemi planifikuar të lexojmë poezi, sepse të gjitha ato kemi lënë juve t'i lexoni. Pos poezisë time që lexova, neve mund të lexojmë këtu, por ndoshta nga poezit tona, por që të mos ta teprojmë, sepse sot kemi miq dhe ata na i kanë dërguar poezit në Radio Sibilat, sigurisht ju i keni atje në faqet tuaja të internetit dhe do i lexojmë. Nëna dhe Selim Ramadani. Si flake hovshme që nxeh gjëre gjatë, si puhiza e pranverës që freskon zemrat, ashtu zemra ime gulfon plot dashuri për nënën që shqipton çdo ditë emrin tim dhe sa herë prej dashurisë më struk në gjik. Nuk kam për ta harruar emrin tënd. Thellë në zemër kam për ta ngulur si hu. Dhe me 100 gozhda kam për ta gozhduar, je e dashur për birin tënd, për loçkën e barkut, je e dashur nën, e dashur mbi gjithçka. Selim Ramadani, shkruar kur ishte gjimnazist. Faleminderit Hasie për Faleminderit zëna Pra. Që tregon gjithmonë dhe faleminderit për këtë poezi që na solle. E nderuar je, gëzofsh 8 marsin, sot e gjithmonë mike. Përshëndesim dhe ne zëna Hasie, sigurisht se i bashkohemi urimit tuaj zëna. Prandaj faleminderit shumë që sollet të poezi të Selim Ramadanit, për cilin neve veç tani më kemi përfunduar edhe një libër së bashku dhe shumë shpejt libri do të marrë rrugën e botimit, sigurisht. Po patjetër do të jemi shumë prezent shumë shpejt. Lerta Basha. Në bangat e shkollës ku fillon jetë e re, një zë i dashur bëhet për ne.
me zemër në dorë e dritë në sy, mësuesi ndez, gjithën për ty. Mbjell para të bukura në mendje. Nesër bëhet pemë më shije, mirësia rritet në shpirt e mendje, bëhet dritë gjykim e dije. Mësuesi bëhet zëri jetës, me zërin e tij të ngrohtë, i palodhur hap rrugët e shpresës, i bën njerëzit të guximshëm, të fortë. Mësuesi i dashur dritë e diturisë, me duart e tij hapet çdo udhë, bëhet panari njerëzisë, ku fjala bëhet e mençur, e urtë. Sot për ju, më e larta mirënjohje. Faleminderit për çdo përpjekje, drita e ndezur e çdo kohë, frymëzim i madh për çdo çast jete. Blerta Basha. Faleminderit Blerta dhe vargje fjalë madhështore për frymëzimin dhe inspirimin që mësuesit përcjellin tek brezat. Leme Ahmedi. Urime 7 marsin. Ta herë vjen 7 marsi sjell emocione. Dita që mbart respekt e mirënjohje, falenderues të jemi mësues vetan që na mësuan, më të bukurën gjuhë. Emrin mësues e mban shumë pesh. Është vështirë ta shtjellosh në fjalë. Ato janë kryevepra në misionin e tyre, ata na nxjerrin nga errësira në dritë. Ata na mësuan shkrim e këndim. Prindër të dy të bënë për ne, ata nuk reshtën se mësuari çdo fjalë, zbuluan talente që u bën emra. Nuk mjafton fjalë shkruar për ta, për mundin e sakrificat që kanë bërë, ato me durim e urtësi na mësuan çdo kohë, ato bën të njihet kultura jonë, përmes shkrimeve dhe librave, duke dhënë dijet brezit në brez, e bën që bota të na shohë ndryshe. Për të treguar diturinë një populli, mësuesit tanë ishin ambasador, ata me zgjuarsi treguan botës se jemi një popull që duam dijen. Sakrificat e tyre nuk i harron koha, por i kujtojmë me shumë respekt. Ata në mësuan pa u lodhur, prindër të dy të bën për ne, gëzuar festën e 7 marsit, kudo që jeni mësuesit tanë, ju që na ndriçuat në rrugën e dijes, ju jemi mirënjohës për jetë e mot. Gëzuar o mësues të dashur, që nga Korça e Manastir, gëzuar në të gjitha trojët shqiptare, këtë ditë të shenjtë nga Zoti i bekuar. Por jeni në vargun tim. Ju që na mësuat shkronjat e arta, me gjuhën më të bukur në botë, le të gëzojmë e festojmë së bashku. Leme Ahmedi, Maqedonia e Veriut. Shumë faleminderit për përkutimin ndër vargje. Nga ju, Zoti Gzim, unë sa të pushoj pak, dua që na sillni lajmin e ditës. Dhe lajmi i ditës është për fëmijët. Ndonse e tham që vetëm një ditë kemi kaluar nga festa e madhe e mësuesit, ne ende jemi në atmosferën e kësaj feste, për të gjithë fëmijët kudo që janë, një tjetër libër, pra një fjalë një premtim i mbajtur nga autori vjen në këtë ditë me librin e tij të tretë brenda aktiviti, kushtuar fëmijëve dhe brezave të ri. Do të Gzim, mund të na flasësh diçka për si fillim për këtë libër? Ju pra si që paralajmëruat, pra sot marrim lajmin e daljes së librit të tretë për fëmijë për këtë vit, sepse ne në Radio Sibilat veç e kemi shpallur si vit i letërsisë për fëmijë si vjet dhe i kemi kërkuar autorëve që t'i bashkohen kësaj iniciative për të krijuar dhe botuar për fëmijë. Pikërisht kësaj iniciative pra i kemi prinë me librin e tretë, pra një dhuratë magjike për fëmijët tuaj, të dashur miq, prindër të dashur të librit. Me shumë kënaqësi ju njoftoj për votimin e librit tim të ri, pra Sekretet e kaldërmit dhe ujisharit, tregime për fëmijë dhe ju ftoj në botën e mrekullive. A keni menduar ndonjëherë se gurët e vjetër kanë vesh dhe mund të tregojnë histori? Ky libër nuk është thjesht një përmbledhje tregimesh, është një udhtim magjik që nis nga rrugicat me kaldërme të Prizrenit të lashtë dhe vazhdon deri në majet e larta të bjeshkëve të sharrit, ku natyra, historia dhe imagjinata bashkohen
në një botë plot mrekulli për fëmijët. Dhe çfarë do të zbulojmë në këtë libër? Sekretet e Prizrenit, historitë që fshihen në çdo gur dhe pranë urës së gurit. Mësime jete, pse Bilbili këndon i lirë si xhexhellonia e vogël nuk dorëzohet para errësirës. Fuqinë e natyrës, dashurinë për ujin e kristal të sharrit dhe për bjeshkët tona krenare. Rënjet shqiptare, krenarin për gjuhën tonë të bukur dhe mençurinë e gjyshërve tanë. Nëse e ruajmë natyrën dhe historinë tonë, ne ruajmë veten tonë. Pra përmes pendësime, fëmijët do të mësojnë se si të jesh i fortë, do të thotë të kesh mirësi në zemër dhe të mbrosh natyrën si një detektiv i vërtet i gjelbërt. Ftojeni fëmijët tuaj të mbyllin sytë për një çast të ndjejnë erën e freskët të bjeshkëve dhe të nisin të udhtim të paharrueshëm në botën e tregimeve që kemi sjellë në këtë libër. Miq të nderuar, neve ju ftojmë që të shtoni kërkesat tuaja, sepse si vjet ne jemi përkushtuar që të sjellim sa më shumë tregime, sa më shumë poezi, por edhe përgjithsisht ta mbulojmë pak letërsinë për fëmijë, që sigurisht se tani për tani është shumë e vakët, pra, dhe duhet që ne brezi i ri të krijojmë dhe të rikrijojmë, që mos ngelemi gjithmonë tek brezat e vjetër, por të shtojmë edhe ne të bëhemi kronolog të kësaj pjese për të sjellë këto risit dhe zhvillimet e ecje në kohë të teknologjisë, e cila gjithsesi edhe për botën e fëmijëve na kërkon që të jemi aktiv. Dhe ne pikërisht për këtë kemi sjellë këtë libër, që sigurisht nuk do të është edhe i fundit, shumë shpejt do të vazhdojmë edhe me librat e tjerë për të plotësuar bibliotekat tona. Kaq kisha për këtë, zonja Prenda, nëse keni ju të shtoni diçka ose na lexoni diçka, nëse keni diçka që të lexoni apo të thoni diçka për këtë libër. Për librin? Po, gjithsesi, me që hapet pak. Do i bjem shumë shkurt, pasi libri dje ka dalë nga botimi, dhe normalisht që në valët e kësaj radioje për të mirën e brezave të rinj, ne do sjellim shumë më shumë se sa sot. Ishte thjesht për një njoftim, brenda këtij libri ka tregime të fuqishme, është shumë atdhetar. Duhet të mësojmë fëmijët tanë se si ta duam vendin tonë, si të njihemi me historitë e lashta, si të mësojmë të jemi pjesë e shëndetshme e kësaj shoqërie, të kemi aftësi, edhe një që është më i dobët se ne, ta forcojmë ta bëjmë baras me veten e kështu me radhë. Pra ky libër është vërtet një libër gjigant për ato moshë, dhe është vërtet kënaqësi që e kemi, është patlum secili që do ta ketë në duar, dhe unë jam shumë krenare për këtë libër që ka dalë, jam edhe recensente e librit, prandaj jam krenare, sepse vërtet kemi pas çfarë shkruajmë për të, kemi pas çfarë lexojmë, dhe është pasuri e padiskutueshme për brezat që kemi aktualisht, fëmijë të moshës 8, 10, 12 apo 14 vjeç. Është për të lexuar dhe nga të rriturit, jo vetëm nga të veçlit. Sepse, po nuk e lexuan dhe nga të rriturit, është shumë e vështirë që fëmijët të kuptojnë mesazhet. Zoti Gzim, unë të falenderoj për këtë prurje shumë interesante, shumë të bukur. Ju jeni i zoti me sjell çdo zhanër dhe me sjell esencë, por vërtet ky libër është për të lexuar gjërësisht nga gjithë moshat. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit për kontributin dhe fjalët që thatë për neve për librin. Jo, faleminderit ju që e keni sjell. Fatmira Limani dhe 8 marsit, dita ndërkombëtare e grave. Festa po revolt, gratë në ditët sot, të dyja na frymëzojnë në ecurinë përpara, fest për arritjet e deri tani në ndryshim të botës, revolt në ekzistencën e pabarazisë gjinore. Pabarazia mbetet një mision e hapur. 8 marsin afton të reflektojmë mbi drejtat e fituar, por dhe mbi sfidat që mbetet për të kacakytur në mbrojtjet dinitetit ton njerëzor. Frymëzimi vjen nga çdo femër në botë, qoftë nëna, që të sjellin në jetë, qoftë motër, vajzë, kolege që ëndërron, syen barrierat me ndjeshmërinë e inteligjencë. Në një botë që nxiton,
për një moment 8 marsin na ndalon, të kthejmë sytë nga to që na dha në jetë dhe na mësuan që ndresën të jetojmë. Është dita për të thënë faleminderit çdo sekond, jo me fjalë, por me respektin që meritojnë. Gëzuar 8 marsin për të gjitha gratë, nënat, motrat, vajzat që punojnë e luftojnë për një botë më të bukur e më të drejtë. Fatmira Limoni. Faleminderit Fatmira, e gëzuar dhe ju. Zyra Ahmeti, 7 marsi. Lule bukur mimoze, mund të ftohë dhe acar. Rezet qarë të drite, ersiren e hodhe më njanë. Shkreptime fort të drite, shkëput zëngjirë të robëris, rënd të shqyra në ninullat, vlerat dhe traditat e zonjës son, i liris. Themelet në këngë dhe legjenda, kështjellat e pamposhtura në qytetet dhe fortifikimet e lashtësisë. O maji e lartë e dijes, që përshëndetesh me rreze adimi, u zgjua bletësh punëtore, o dashuri mjaltërimi, o diell rrezeart, që përndrit shpatën e Skënderbeut, përskuq flamurin e kombit dhe përqafon buzëqeshjet e brezave me radhë. O shkolle parë shqipe, ylli përjetshëm ndriçimi, në korçën tonë të bekuar të ngrihen Naum Beçilharçi, Petronini Luarasi e Pandeli Sotiri. Zyra Ahmetaj. Faleminderit Zyra, vërtet vargje që të mbledhin. Shumë faleminderit për emocionet që na ke sjellë. Bona Bazi, për gjithë mësuesit thotë që më mësuan kolegët e mi ku punoj misionarët e dijes, uroj nga zemra gëzuar 7 marsin. Misionar i dritës dhe dijes. Sot feston drita e lapsit në dorë. Truri që mendjen e fëmijës zgjon, një zë i butë që hap çdo port, një zemër që shpresën mbjellë dhuron. Në bangat e vogla rrit ëndra të mëdha. Me fjalë të thjeshta ndërton një univers, mësuesi udhëtari heshtur në rrugë pa zhurmë dhe mbjell në çdo shpirt një pranver. Ai s'ka kuror për ka një mision. Të ndez një yll në çdo mendje të re, të kthej një laps në krah që fluturojnë dhe një fletë ëndrash si një përrall. Në heshtjen e klasës rreth një zemër e madhe, në lodhjen që fsheh pas një buzëqeshje të thjeshtë, sepse e di që nesër në një botë më të mirë do ecë një nxënës me dritën që ndezi vetë. Prandaj sot për ulem me mirënjohje për misionarin që kur s'lodhet në rrugë, mësuesi gjenerata e dijes në tokë dhe drita që kur nuk shuhet në kohë. Bona Abazi. Këto ishin poezitë e ardhura deri më tani. Janë poezi që kanë ardhur deri më tani. Do propozoja zënë Brenda që ju të lexoni edhe nga poezitë tuaja, sigurisht, dhe nëse doni një pauzë, ne mund të japim pauzë për të bërë edhe ne diçka këtej, por gjithsesi ne do dëshirojmë poezitë nga ju. Po atëherë sa gjejmë poezinë, ju mund sillni diçka. Po. Unë do lexoj edhe një poezi për nënën, me që jemi në ditë feste dhe sigurisht ky urim do shkojë për gjitha nënat. Nëna galaktike e shtur. Në fillim ishte fryma jote, një dritë pa dukshme që mbolli në errësirën e kohës. Ti ishe toka ku rënjet e shpirtit tim mësuan gjuhën e dhëmjes dhe dashurisë. Në pëllëmbët e tua nata mësonte të bëj agim dhe buka e varfër shndrohej në univers. Nëna ime, ti je një det pa brigje, ku lotët e mi kthehen në kripën e kujtesës dhe çdo vale heshtjes përplas në bregun e zemrës ime emrin tënd. Kur hesht e dëgjoj kohën të pikoj si stalaktit mbi zemrën time, pik pas pike derisa kujtesa të bëhet një shpellë plot jehon të hapave të tu. Ti ecje ngadalën për vitet e mia si një hën mbi fushat e errta dhe çdo këshillë jotja ishte një yll i vogël që më mësonte rrugën në përhumbje. Në sytë e tu unë pash dimra që nuk ankoheshin, pranvera që qelnin në eshtje
dhe një dashuri të thellë që nuk kërkonte kurrë shpërblim. Kur u largova nëpër rrugët e botës, malli u bë zog i padukshëm që rri mbi supin tim dhe çdo natë ma përshpërit emrin tënd si një lutje e vjetër. Sepse nëna nuk është vetëm njeri, ajo është një galaktike e heshtur ku fëmijët janë yje që digjen në orbitën e saj. Dhe edhe kur vitet do të shemben si kulla rëre dhe hapat e mi do të lodhen në udhë, do të mbetet brenda meje një dritë ngrohtë e pashuar. Një zjarr i butë që nuk shuhet nga koha, një diell i fshehur në gjoks që vazhdon të lindë çdo mëngjes me emrin tënd. Nëna ime, burimi i parë i jetës dhe heshtja më e thellë e dashurisë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit vërtet për vargjet shumë të thella Gzim, për gjithë dashurinë që sillni për nënën, por kjo besoj që është për gjithë nënat. Sigurisht. Nën je madhja dashuri. Si këngë të ëmbla violinash, zëri i nën. Në gjim bane për këdhel kjo mbrëmje, tek festojmë për ty sonte plotëmbje. Krejt dita i ku e diellin perëndim, vargjet thur tani për ty mbretëresha ime. Një vit të tërë në mbëlton në mbëlsi e kësaj dite, për ty ndjenje dashurisë mbetet e pashuar. Në një si drita që kur s'perëndon, ti ëngjëll i dëshirës që botës ngjyrat i ndryshon. O testare e pakun me lindur në stinë vjeshte, sa stina bujare për colle plot virtyte, ishe dhe je nën, motër, bi, shoqe apo mike. Ëngjëll i butje, plot ëmbëlsi, honet e shpirtit mbushur plot mirësi, je mbetesh o dritë, e madhja dashuri. O engjëll mëshire plot krahe vekime, o as shpirtit i bëhesh ti zemrës time, kaq shumë vite udhtove, plot me parime. Gjithës ti në thon, mlodhem në ty. Larmin e jetës ta lexoj ndërsy, gëzuar nëna ime, ditët tu bëfshin 1000. 7 jetë po t'i kem, shprehem me mjaft siguri, me ndjenje për kushtim. Do t'i kushtoja vetëm ty. Faleminderit zone Pranda, faleminderit shumë. Nëse keni poezi apo unë do të dëshiroj që nëse keni edhe librin për nënën, sepse ju i keni kushtuar një libër nënës suaj dhe të na lexoni edhe diçka nga ai libër, sepse është libri më i bukur ndoshta në ditët e sotme që i kushtohet një nëne, dhe ndoshta edhe është libri që në këto kohët e fundit shumë pak është sjell për nënat, pra është sjell në pjesë, por një libër i veçantë i përkushtuar komplet për nënën. Pra është libri juaj dhe unë do të dëshiroj që ju të na shpalosni nga ai libër diçka. Nën pa ty s'do kishte botë. Nëna qiellin i ndrit si ylberet pas shiut. Vjen ëmbël, intonuar në këngë si këngët e hyut. Vjen si shkëlqim dielli apo dritë hëne, dashuri e dashurive, vjen në preher nëne. Si ylber pas shiu dhe qiejt i ndrin. Fjala e dashuria jote borën në male shkrin. Me pranin ton dhe universin përfaqëson, drejtsin ke në zemër, e lën vend për lirit, në shpirtin ton qelibar, mbledhur mrekullit. Në shpirtin ton nën nuk mbaje sekrete, angazhime në familje shoqëri, i kishe konkrete, fisnikja plot virtyte, ëmbëlsia e kësaj jete, përmes veprash sjellje fjalën me jehonën e ndjesive, me artin e traditës. Gërmoje thellësive. Ndër shkreptimat e kohës, qave shkëmbim. Shkollat e jetës solemnisht i kthyen akademi. Nëna tona heroina kanë bërë epokë, pa ty nën, pa ty s'do kishte botë.
Po, zonja Prenda, kemi edhe ndonjë poezi tjetër? Ka çka të lexohet, pra ju do i selektoni vetë ato. Do të poezi, por Uroj të mbledhësh emocionet dhe të mund të na lexosh, por gjithsesi ju mund vendosni vetë. Faleminderit shumë, zonja Prenda, sigurisht se nuk kemi në messengerin tonë apo në adresat tona poezi të ardhura nga miqt, apo jo? Jo, nuk kemi të tjera poezi. Nuk kemi. Pra, kemi lexuar, na e kanë kënaqur me vargje, plot ndjenjë, plot emocion, shumë bukur. Neve këtë emision pra kemi planifikuar që të jetë më i shkurtër dhe sigurisht do të shkojmë edhe tek leximi i mesazheve të miqve dhe ata që na kanë ndjekur e na kanë pëlqyer. Do isha lutur që brenda mundësive të mund të na i lexoni. Po, patjetër. Fatmira Gjimani, urime suksese, respekt për ju dhe emisionin. Shpesa Zurnaci, Mbarsi, Laureta Malaj, urime miqtemi të dashur për emisionin tuaj në valët e radios Sibilat e Veriut. Më bëhet qefi që keni përzgjedhur këtë ditë me rastin e festës më të shenjtë nënës. Ajo që me dashurinë e saj sakrifikoi shpirtin për ne. Uroj për të gjitha nënat ku të që ndodhen në botë, të kenë shëndetin dhe mos t'ju shohi syri dhimbje. Respekt për ju. Boris Idja Shkoza, urime për emisionin e gëzuar festat, janë 2 data që duhet të merren në konsiderat dhe më gjërë. Elizen Elvira, urime dhe suksese miqtemi të çmuar dhe shkrimtar të nderuar, Prenda Idja Gzima Geraj, respekt. Hasie Ramadani, urime që keni zgjedh festat më të mira, 7 marsin ditën e mësuesit dhe 8 marsin ditën e nënës së gruas dhe të drejtat e saj në shoqëri. U dëshiroj sukses në realizimin e programit. Miranda Troci Derti, urime suksese, Maxhon Osmani, përgëzimi autorëve të emisionit Radio Sibilat e Veriut, Gëzima Igera i Prenda Sedia, aty ku fjala artistike me krah për të fluturuar. Alma Gjela i Shkoza, urime për emisionin e gëzuar festat të 2 miqtë e mi të shmuar dhe fisnik, shkrimtare poet nderuar zoti Gëzima Igera dhe zonja Prenda Sedia, respekt e mirënjohje për ju. Lili Kristuli, Elizen Elvira, Hasie Ramadani, Shpesa Zornaci, Lula Breku, Shpesa Funda Gjergji, Lije Gjemali, Jaho Brahaj, Maxhon Osmanaj, Miranda Troci Derti, Laureta Malaj, Bianca Dushaj, Bejkulla Miftari, Fatmira Limani, Boris Idja Shkoza, Pret Shkoza, Alma Gjela Shkoza, Ylki Shala, Zara Puhaj, Sehit Beluli, Hajicani, Lena Pekic, Gjulieta Myrtaj dhe Ender Neimi. Gjithashtu do lexoj dhe mesazhet të tjera. Nëse arrit të lexoj. Urime për emisionin e zgjedhur mu në këtë ditë shumë të rëndësishme për zonjën grua. Faleminderit zonja Prenda dhe zoti Gzima Igera, respekt për ju dhe falënderimi vjen nga Hasie Ramadani. Përshëndesim edhe ne zonja Hasie. Në këtë ditë uroj që kërkesat i grave mos të ndalen, të arrijnë të drejtat e volitshme në shoqërinë tonë. Gëzuar zonja Prenda. Boris Idja Shkoza, mirëmëngjes. Dhe ju drejtues të radios Sibilat e Veriut, urime për emisionin qofshi gjithmonë të gëzuar, që në këtë ditë të 8 marsit udhëruat mbar nënave këtë emision të veçantë. Ju faleminderit o mjeshtrat e penës së fjalës. Hasie Ramadani, më vjen mirë që gratë tona shqiptare në Kosovë protestuan në rrugët e Prishtinës. Ato të vetëdijshme nga vuajtjet që kanë pasur me vite të tëra, tani normal protestojnë kundër padrejtësive ndaj kotës që nuk ndërmarrin dënime për gjenocidin ndaj grave fëmijëve që u vranë dhe u dhunuan në kohën e luftës. Shpresa Zurnaci, përshëndetje Sibilat e Veriut, gëzuar 8 marsin për gjitha gratë, nënat, respekt e mbarësi. Miranda Troci Derti, gëzuar 7-8 marsin mësues, nën, kudo në botë, trojnë shqiptare, gëzuar stafi Radio Sibilave të Veriut, urimet të përzemërta. Por Shkoza, suksese për votimin më të ri. Ut mbar librit për tek lexuesit, urime. Adriana, gëzuar, urime për
emisionin. Të nderuar miqe mike, shumë faleminderit që jeni me ne. Urimet më përzemërta për gjitha gratë, motrat, nënat e vajzat. Faleminderit për gjithë urimet e fjalët e bukura që i keni sjellë në këtë emision. Paqe, shëndet e gëzime e mbarësi në çdo ditë viti. Qoftë 8 marsi një udhëheqës plot suksese të mbartura e ato që do vinë për çdo femër shqiptare. Gëzuar. Po do Vigdel? Mendoj që pak a shumë domethënë edhe komentet i kemi kapur në përfaqe, sepse ato janë shpërndarë, por edhe nëse i ngelemi dikujt borx, i kërkojmë ndjes sepse janë shpërndarë dhe zakonisht neve edhe teknikën po duhet bërë edhe me emision, pra të gjitha në një kohë nuk mund zihen, dhe shpresoj që në këtë pikë dëgjuesit tanë dhe shikuesit tanë të kenë mirë kuptim. Miq të nderuar, ishte kjo për ditën e 8 marsit, edhe njëherë gëzuar 8 marsin gjitha nëna, motrave, grave në gjithë botën ku janë ato. Urojmë që të kenë të mira dhe shumë fat në jetën e tyre. Edhe njëherë urime gëzuar, ju faleminderit miq që na ndoqët në këtë emision, keni ndarë kohën tuaj më të çmuar të kësaj dite të diel për të na ndjekur dhe të na shikuar neve. Dhe shpresoj që t'jeni ndarë edhe pak a shumë të kënaqur me pjesën artistike të poezive që sollëm në këtë emision. Ju faleminderit dhe ju urojmë një ditë të bukur dhe të mbarë për ju të gjithë. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Gëzuar sot